Përshëndetje, sot po përgatisim kifle të buta edhe tepër të shishme, me recetën e kunatës sime, të cilën po e përshëndesim tani. Vazhdojmë dhe fillojmë me recetën. Së pari në hedhim 3 lugë të gjellës sheqer. Mandej shtojmë qumshten, 400 ml qumsht. Qumshtin e kam ngrohur mjaftueshëm, saqë gishti nuk e duron edhe aq shumë. Jo ta leni të vakët, por më shumë se sa të vakët duhet ta nxehni. Shtojmë 200 ml gjithashtu ujë të ngrohtë. Edhe tash po e përzim kështu. Mandej do shtojmë edhe vajen. Këtë mënyrë të përgatitjes e bëjmë kështu, për shkak se brumi do të nxehet edhe maja e bukës do të aktivizohet më shpejt. Shtojmë pra 1 gotë të çajit me vaj ose 125 ml vaj. Shtojmë edhe pak miell, mandej krypën, 1 lugë e gjys kafeje me kryp, siç mund ta vreni kështu përafërsisht, edhe i përzim tash me lugë. Në këtë mënyrë edhe mielli do të nxehet, pra do të ngrohet, e mandej edhe brumi do të na aktivizohet shumë më shpejt. S'ka nevojë me prit, sidomos tash kur e kemi ftohtë. Kemi hedhur edhe pak miell, mandej 10 gram maja buke. E përzim krejt mirë. Është një recetë që ja vlen të provohet, pasi që përgatitet shpejt edhe rezultati do ju mahnit. Me të vërtet bëhen shumë të shishme. Nëse do ta provoni, nuk do të zhgënjeheni nga kjo recetë asnjëherë. Gradualisht po shtoj miellin duke e formuar brumin. Brumi duhet të jetë i butë, jo i fortë, pak më i butë se sa brumi i bukës. Përafërsisht për këtë recetë kam përdorur gjithsej 900 gram miell. Tash siç po e shikoni, brumi është i butë edhe në prekje është i ngrohtë. Hedhim edhe pak vaj, e lyejmë mirë brumin, mandej me anë të folisë e mbulojmë edhe e lajmë kështu që të aktivizohet për 45 minuta. Edhe tash po e vreni që brumi është aktivizu edhe është gati, pra e hedhim në tavolinën e punës dhe vazhdojmë bëjmë ndarjen në pjesë të vogla. Nga kjo masë e brumit që po e shikoni, do të ndajmë 24 pjesë të vogla. Dhe pastaj, nga secila pjesë, do të formojmë kuleç. Kështu pra e do receta. Vazhdojmë edhe përgatisim. Me njëherë vazhdojmë përgatisim edhe formojmë pra kuleçt. Secilën pjesë pra duke i dhënë formën e rrumbullakët. Mandej të gjitha do t'i lajmë anash të gjithë kuleçt, edhe do ta shikoni që me njëherë kuleçt do të fillojnë të fryhen. Marrim 2 kulaçat e parë. Këto të tjera do t'i mbulojmë. Edhe tash vazhdojmë, i hapim kështu me dorë. I mbështjellim kështu në këtë formë, i zgjatim me dorë, mandej i shtypim nga pak me gishta. Të 2 kuleçt do t'i hapim në të njëjtën mënyrë. Brumi është tepër i mirë, ju tham, është i butë edhe lehtë për t'u gatuar. Përsëri, pra e shtypim nga pak me gishta, edhe tash marrim margarinë ose gjallë për lyerje. E leni margarinin në temperaturë dhome. Mandej merrni nga pak kështu edhe i lyeni secilën pjesë. I bëjmë njëra mbi tjetrën bashk e mandej vazhdojmë edhe japim formë. Kështu i përgatisim krejt kuleçt që i kemi këtu anash. Mandej kiflet i vendosim në tepsi. Pra të gjitha i marrim edhe i vendosim në tepsi.
Pastaj tepsien unë do ta mbuloj edhe do ta la që të pushoj për afërsisht për 10 minuta derisa furra e shporetit të nxehet në temperaturë 170 gradë. Pasi kanë kaluar 10 minuta edhe kiflet janë fry mjaftueshëm edhe tash vazhdojmë edhe bëjmë lyerjen e tyre. Së pari marrim një vezë komplet edhe këtu tek veza unë shtoj edhe një lugë të çajit me vegetë ose melmesa për t'i dhënë një aromë më të mirë. Nëse doni e shtoni e nëse nuk e doni atëherë mundeni veç me vezë me i ly. Po i rrahim mirë e mandej vazhdojmë edhe i lyejmë. Në këtë mënyrë ne kemi përgatitur kiflet për ditën e sodit. Nëse do ta provoni recetën, atëherë na shkruani në koment nëse ju ka pëlqyer receta ose jo. Të gjitha recetat që ju pëlqejnë, mos harroni t'i shpërndani me miqtë tuaj, pse jo, edhe ata të përgatisin gjëra të mira dhe të shijshme. Mbi kiflet, gjithashtu mund të hedhim edhe nga pak fara, unë po përdor fara liri, ju mund të përdorni çfarë do lloj fara. Këtë lloj të farave po e përdorim për shkak se janë shumë të shëndetshme për organizmin. Është mirë me përdor fara me hangër për shkak se përmbajnë shumë fibra. Vazhdojmë tash në temperaturë 170 gradë, i pjekim për 20 deri në 25 minuta duke i kontrolluar. E po tash janë pjekur edhe me njëherë kështu të nxehta i lyejmë nga pak me margarinë ose gjalp ose mund t'i lyeni edhe me vaj nëse doni e nëse nuk doni veç i mbuloni i leni ashtu mandej janë gati. Pasi i kemi mbulu, kiflet janë zbut edhe tash janë gati. Le të shikojmë tani. Marrim për të provuar edhe për të parë se a janë bërë të mira. Vërtet janë shumë të mira në pamje. Ju them se shijojnë shumë edhe në shije, pasi që është një recetë që e përgatisim shpesh edhe unë ju garantoj se vërtet do t'ju bëhen shumë të mira. Janë të buta, të gjitha janë njësoj, shikone tash të buta. E po kjo ishte edhe receta e sotit, shpresoj që ju ka pëlqy. Besoj që nëse njëherë do e përgatisni recetën, do e përgatisni shumë shpesh. Kjo ishte receta. Me receta të tjera, miru takofshim së shpejti.